Gjykata e posaçme la në burg pa afat Lulzim Berishën, ish-kreun e bandës së Durrësit i ekstraduar 2 ditë më parë nga Spanja. Ai u përball këtë të njëjtë për herë të parë me akuzat se ka vrarë në vitin 2005 Klodian Saliun, i njohur në atë kohë si kundërshtar i tij. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Berisha mohoi akuzat dhe pretendoi se bashkëpunëtorin e drejtësisë Luftar Reçin nuk e njeh. Ndërkohë për mediat, avokati Detar Hysi e konsideroi këtë të fundit mashtrues. Jashtë quajturi bashkëpunëtori i drejtësisë Luftar Reçi, një mitoman permanent, që nga dita që të futur në sistemin e burgjeve, deri më sot, bën kërkesa dhe krijon artifica duke mashtruar institucionet shtetërore. Nga ana tjetër, SPAK që kërkoi vimin e të njëjtës masë të arrestit në burg, tha se ndaj Berishës vazhdon gjykimi në themel nga një treshe gjyqtarësh për këtë vrasje dhe se hetimet kanë dokumentuar përfshirjen e tij.